Kjo është formula e parfumit më të ngrëndshëm ever. Më thënë, përveç se është shumë i ngrëndshëm, unë mendoj që ky është një nga parfumet më luksoze. Një nga ato parfume që kur ti ecën në rrugë, jo vetëm rruga, por gjithë lagja mban erën e parfumit. Dhe këtë kam të vërtetuar dhe nga vila ku unë punoj, se sa herë unë futem në ashensor, më thonë që it smells like you, it smells like goddess, it smells like a fucking rich bitch. Nuk të them se çfarë aroma është fix, thjesht është një nga ato aroma që ty të ngel në hund. Është një nga ato aroma që nuk të hiqet nga mendja. Unë e urrej të jem bazike dhe urrej të mbaj një aromë bazike. Dua që ajo që njerëzit nuk hasin te unë të jetë një gjë e papërcaktuar, shpesh ky parfumi. Domethënë, ky është i ëmbël sepse ka vanilje, ka fruta, ka dardh, është pak woody sepse ka druin e jaseminës. Është frutor, njëkohësisht është dhe pak floral. Dhe është një mix i të gjitha këtyre që ti thjesht nuk e kupton se çfarë arome është. Thjesht di që është një aromë që të ngel në hund. Është një aromë që ty nuk të hiqet nga mendja. Unë urrej të jem një vajzë lehtë, kështu që dua që edhe aroma ime të jetë pa aq e komplikuar sa unë. Dhe dua që njerëzit ta vrasin mendjen gjithë ditën se çfarë arome mbaj unë. Dhe kush mund ta bënte këtë punë më mirë se Amouage Guidance. E përdor prej një viti dhe mund të them që është my favorite. Tani të them të drejtën, ky është literalisht një parfum i shtrenjtë. But if you want to smell like a goddess and not basic, you have to pay for that. Tani sado që unë mund të jem e marrosur ose e fiksuar mbas këtij parfumi, kjo nuk do të thotë që unë nuk jam e zgjuar, dhe nuk më punon truri, dhe nuk jam një vajzë kursimtare, që të mos jem aq budallashe dhe ta ri blej këtë parfumi 460 euro, kur unë kam gjetur opsione më të lira dhe më të mira. Ta-tam! Miracles of Joy. Tani të jem shumë e sinqert, unë kam qenë një nga ata persona që i kam paragjykuar dhe kam qenë pak skeptike për parfumet vajore. Sepse kam menduar gjithmonë se si një shishe kaq e voçkël dhe vetëm 20.000 lek mund të zëvendësojë një parfum afërsisht 500 euro. Dhe thash, okay, dua ta provoj. Betohem që kjo gjëja mban të njëjtën aromë. Domethënë, kjo është pak fare më e fortë në intensitet, pra një gjë që kur e ndjen të shpon pak hundët. Kurse kjo është pak më e ëmbël, është pak më lozonjar, është pak më tekanjoze. Domethënë, unë gjithmonë kur ndjej parfumet i krahasoj me vajzat. Domethënë, kjo gjëja duket si një vajzë që mund të ta fusin në shpull, kurse kjo duket si një koket. Është literalisht e njëjta aromë, thjesht intensiteti ndryshon. Mban aromën e një vajze që nuk thot kur fjalë të pista, është gjithmonë shumë e ëmbël, e duan të gjithë, dhe sa herë ajo kalon, njerëzit duan ta puthin, ta përshafojnë. Okej, shumë e mirë. I love it. Nuk ka realisht asnjë dallim. Kjo është pak fare më e fortë, që në fillim mund të të bëj pak me dhimbje koke, kurse kjo është më dolce, është më ëmbël. Tani unë nuk e di nëse të gjitha parfumet vajore janë një lloj dhe kanë të njëjtin intensitet si ky Miracles of Joy, por mund të them që nëse shkoni tek një nga dyqanet që ato kanë, ju lutem, më bëni një nder dhe merrni këtë. Merrni këtë Amouage Guidance. Merrni Amouage Guidance. Një gjë tjetër që kam vënë re për parfumin origjinal është rrobat mbajnë më shumë aromë se sa lëkura jote. Kurse me parfumin vajor kam kuptuar që kur ti e vendos në qafë, në duar, në kraj të tjerë, pa e vendosur fare në rroba, do mbaj gjatë gjithë ditës të njëjtën aromë, siç mund të mbash me këto origjinale që ke sportuar edhe në rroba edhe në lëkurë. Nuk e di për ju, po sa herë shpenzoj shumë para në këto aroma, sigurisht që në fillim jam e lumtur sepse kam bërë një blerje të diçkaje që unë mezi prisa që ta bleja, por më pas pendohem sepse është logjikisht 450-60 euro një parfum. Kur ti për të njëjtën aromë mund të paguash thjesht 20.000 lek. Kjo gjëja mban thuajse gjithë ditën dhe ka dhe diçka të mirë. Duke qenë kaq e vogël, unë e marr gjithmonë në veten çan dhe e riaplikoj sa herë më duket sikur ikën, por në fakt ndonjëherë më duket sikur është fiksimi im psikologjik, dhe gjithë njerëzit më thonë që mban shumë aromë parfumi dhe unë prap e riaplikoj. Tani ju ndas tregoni budallachka dhe vazhdoni të harxhoni lek me parfume, brende, ose tregoni të zgjuara dhe ndiqni këshillat e mia dhe kurseni vetë të gjitha ato lek, kur mund ta përkëdheni veten me dhuratat e tjera.